Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Himara po përjeton një sezon turistik për te i pritshmërive të nisjes së tij. Sipas kryetarit të bashkisë Himar, Vangjel Tavo, numri i turistëve është rritur me rreth 30% krahasuar me një vit më parë. Referuar prenotimeve dhe kërkesave, pritet që sezoni të shtrihet deri në fund të muajit tetor. Himara po përjeton një sezon turistik për te i pritshmërive të nisjes së tij. Sipas kryebashkiakut të Himarës Vangjel Tavo, numri i turistëve është rritur me rreth 30% krahasuar me një vit më parë. Kur jemi në pikun e kësaj vere të tretë turistike, sipas Tavo, situata është e kënaqshme. Sipas tij, sezoni ka nisur më herët këtë vit dhe referuar prenotimeve dhe kërkesave, pritet të vijojë deri në fund të muajit tetor, duke zgjatur ndjeshëm periudhën turistike. Padyshim që rritja e numrit të pushuesve në një bashkim me një numër popullsie të vogël, rreth 11.000 veta, 11.000 banor ka Bashkia e Himarës në sezonin në periudhën e dimrit. Pra, kjo rritje disa fish në krahasim me numrin e banorëve që janë permanent në Himar, shoqërohet me sfidat e veta sepse padyshim që e para një herë gjithë këta kërkojnë shërbim dhe përtej shërbimit që i japin operatorët privat, kërkohet bashkëpunim bashkisë strukturave vendore me operatorët privat. Është sfidë për bashkinë pasi janë shumë çështje që lidhen drejt për së drejti me funksionet që ka bashkia, me ofrimin e shërbimit, me pastrimin që është më kryesorja, dhe kur rritet numri i banorëve, pushuesit janë banor, pavarësisht janë të përkohshëm në Bashkinë e Himarës, rritet dhe sasia e mbetjeve që gjenerohet në Himar, dhe patjetër që sikur se thash, kjo është sfidë, të cilën ne deri tani e kemi përballuar me shumë sukses dhe vazhdojmë të punojmë pa pushim. Strukturat e bashkisë, operatori privat që punon në bashkëpunim, pra që është i kontraktuar nga bashkia, punojnë me kapacitet të plot për ta përballuar këtë situatë. Nuk është vetëm kjo, është çështja e sigurisë në plazhe, për cilat ne kemi filluar të marrim masat që para se të fillojë sezoni turistik. Është çështja e trafikut, që përsëri ne si bashki kemi marrë masat tona për të disiplinuar trafikun në Himar në mënyrë që të mos ketë vonesa në qarkullimin e mjeteve. Çështja e parkimit që është një sfidë më vete, për cilën nuk mund të them që e kemi zgjidhur pavarësisht se ka përmirësim, por që premtojmë që vitin tjetër, sezonin e ardhshëm, do të jetë përfundimisht i zgjidhur me investimet që po bëhen nga ana e qeverisë në parkimin publik që bëhet në ish fushën e sportit. Por krahas rritjes së numrit të turistëve, sezoni përballet dhe me sfidat e Bashkisë Himar, veçanërisht sa i përket shërbimeve ndaj pushuesve. Himara ka rreth 11.000 banor, ndërsa gjatë sezonit numri i personave që frekuentojnë zonën rritet ndjeshëm. Pastrimi dhe siguria në plazhe mbeten ndër sfidat kryesore, të cilat sipas Tavos janë përballur me sukses. Padyshim që të ardhurat që mblidhen nga banorët e Himarës, nga taksat, nga tarifat e ndryshme vendore, patjetër që të gjitha këto përkthehen në investime dhe i kthehen mbrapsht në investime dhe më të mira për banorët në radhë parë që janë permanent në Himar, por edhe patjetër për vizitorët dhe në shërbim gjithmonë të turizmit, të rritjes së fluksit të turistëve, por edhe të krijimit gjitha kushteve më të mira për banorët që janë, sikur se thash, gjatë gjithë vitit që jetojnë në Bashkinë e Himarës. Janë planifikuar një numër i konsiderueshëm investimesh. Nëse do të filloj t'i numëroj një nga një, duke filluar nga investimet në Nivice, duke përfunduar në Hor Vranisht apo në Palas, do na duhet realisht shumë kohë. Rritja e numrit të pushuesve ka sjellë dhe nevojën për shtimin e kapaciteteve akomoduese. Edhe këtë vit, Himara ka shtuar numrin e njësive akomoduese, ndërsa duke parë trendin në rritje të turizmit, pritet që investimet në këtë sektor të vijojnë dhe në të ardhmen. Duhet thënë që në fillim konstatimi shumë i kënaqshëm, domethënë që sezoni në Himar deri në këtë moment që po flasim është shumë i suksesshëm, është për te i pritshmërive.
e kemi thënë shpesh që ka filluar shumë herët si vjetë rreth 1 muaj e gjysmë, 2 muaj më shpejt, por me sa shikojmë nga kontaktet që kemi me tur operatorët, me operatorët me hotelerin, me strukturat akomoduese, ka rezervime deri në fund të tetorit, pothuajse pra kemi edhe një shtyrje të sezonit turistik në krahasim me një vit më parë. Referuar një vitin më parë për të njëjtën periudhë, kemi rreth 30%, pra numri i vizitorëve, i turistëve, i pushuzëve në Bashkinë e Ajmarës janë rreth 30% më shumë krahasuar sikurse thash 2025 për të njëjtën periudhë. Ajmara ka qenë edhe këtë vit një nga zonat më të frekuentuara nga turistët të Vendas dhe të Huaj. Sipas të dhënave të bashkisë, numri i pushuesve është rreth 30% më i lartë krahasuar me një vit më parë. Plazhi i Radhimës i shtrirë në një vijë bregdetare rreth 10 kilometra në jug të Vlorës, tërheq mijëra vizitorë që kërkojnë një pushim të qetë dhe natyrë të paprekur. Gjatë ditëve të gushtit bregdeti gjallërohet nga pushuesi, ndërsa strukturat akomoduese, restorantet dhe shërbime turistike kanë një fluks të shtuar vizitorësh. Plazhet e Radhimës ndërzidhjet e preferuara të turistëve në Vlorë. Plazhi i Radhimës i shtrirë në një vijë bregdetare rreth 10 kilometra në jug të Vlorës tërheq mijëra vizitorë që kërkojnë një pushim të qetë dhe natyrë të paprekur. Plazhet me ujëra të pastra dhe peizazhi karakteristik i zonës janë ndër arsyet kryesore që turistët zgjedhin Radhimën për pushimet e tyre. Gjatë ditëve të muajit gusht, bregdeti gjallërohet nga pushuesit, ndërsa strukturat akomoduese, restorantet dhe shërbimet turistike kanë një fluks të shtuar vizitorësh. Avërsia me Vlorën dhe me disa prej destinacioneve më të njohura të Rivierës shqiptare e bëjnë Radhimin një pikë të përshtatshme për turistët që duan të kombinojnë pushimet në plazh me eksplorimin e natyrës dhe të bregdetit. Përveç bukurive natyrore, zona ofron dhe mundësi për shëtitje, argëtim dhe aktivitete në det. Pamja e gjirit të Vlorës, gjelbërimi dhe atmosfera e qetë japin Radhimës një karakter të veçantë, duke bërë një zgjedhje të preferuar për familje dhe turistët që kërkojnë një pushim relaksues. Radhimi avion të jetë një nga destinacionet e preferuara të qarkut të Vlorës, duke ofruar për pushuesit një kombinim të detit, natyrës dhe qetësisë. Fluksi vizitorëve gjatë gushtit dëshmon edhe një herë tjetër se Radhimi avion të tërheq pushuesit Vendas dhe të Huaj çdo sezon turistik, ndërsa ruajtja e pastërtisë dhe bukurive natyrore mbeten thelbësore për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Prej më shumë se 30 vitesh banorët e Babicës përballen me mungesën e ujit të pishëm, një problem i vjetër që bëhet edhe më shqetësues gjatë verës. Por jo vetëm, sipas tyre, uji në çezma është shpesh i ndotur dhe i papërshtatshëm për të përdorur, duke i detyruar familjet të gjejnë zgjidhje të tjera. Prej më shumë se 30 vitesh banorët e Babicës përballen me mungesën e ujit të pishëm, një problem i vjetër që bëhet edhe më shqetësues gjatë stinës së verës. Sipas banorëve, në muajt e nxehtë furnizimi me ujë mund të ndërpritet për periudha të gjata, madje edhe në raste të caktuara edhe për muaj të tërë. Edhe në ditët kur uji mbërrin në banesat e tyre, ai vjen vetëm për rreth 1 orë në ditë. Por problemi sipas banorëve nuk lidhet vetëm me mungesën e furnizimit. Ata tregojnë se uji nga çezmat është shpesh i ndotur dhe i papërshtatshëm për të përdorur, duke i detyruar familje të gjejnë zgjidhje të tjera. Për të siguruar ujin e nevojshëm për nevojat e përditshme, por edhe për konsum, banorët e Babicës thonë se janë të detyruar ta blejnë atë. Kjo situatë ushton kostot familjeve, veçanërisht gjatë verës, kur edhe nevoja për ujë është më e madhe. S'kemi as për prej as për larë, çfarë më pyet. Vam 1 muaj, ato i kemi paguar me liberës atë gjithë. Ujë të blejmë, vjen apo kove berati. E blejmë ujë, kemi tërbehari. Për vetë ti me kështu ka qenë behar, për behar unë kam lypur me klypur ujë, me bidonë. Erdha ata që puan linjën e bon, në rregull ujë s'ka linjë. Da si kush ma përgjësi për këto, nuk më rëvlesh. Çuka ka me Babis s'ka ujë. Ka shumë probleme Babisa. Ky fshat është ankuar edhe këtë fshat nuk e rregullon asnjëri në botë. Domethënë, të themi nga 90 arte një këtu. Ne na bien ujë në album, theti një herë vjen një vetë ti, la njerëzit e ti, kroshi ku kanë morra. Vjen botë vjen kjo ajo çfarë? Nga Tepelena, nga Saranda, Bota e vjen apo Pogova. Shoqë Pogova. Blejmë ne, ja blejmë ujë. Këtu nuk ka Babisa, ka ujë. Çdo gjë një defekt e ke ta marrësh ujin, ta çosh në analizë. Në analizë e kam thuar, në analizë në firë, ta shikosh sikur është minier Serenicës. As të larë, edhe ku lanë robat, ku lanë ti, do të bëj atë, e ke pasysh, janë të pajone, e lë një shenjë, e të tretë, për të pirë jo njërë, më bëvaki për të pirë, edhe për të larë nuk për. Ke që akomarë, tani me këtë temperaturët e larë, nuk ka ujë. Vinë me intervale, nuk administrohet mirë, do thënë e që vjen, ata që janë me afër kanë basha gjëra, e hapin në përbasha,
Sa arrin të administrojnë do. Sa arrin të administrojnë do. Edhe këtë Më falni. Këtu, dhe ai ujë që vjen 15 orë në muaj. Jo, këtu ka qenë problem që shpejt. E nuk është sot, biu sot. Po sot është në problematike se janë shtuar njerëzit dhe s'ka ujë. Edhe a ujë që vjen, po është i pakushtuar. Banorët kërkojnë zgjidhje përfundimtare të problemit dhe furnizimit të rregullt me ujë të pishëm, duke theksuar se pas më shumë se 3 dekadash, mungesa e ujit vijon të mbetet një nga shqetësimet kryesore të zonës. Dhe vijoj me zhvillime nga kultura në fshatin Vajzë të Selenicës u zhvillua edicioni 4 i Vajzë Fest, një aktivitet i kthyer në një traditë të bukur për zonën, një fest që bashkon traditën, kulturën, artin, sportin dhe trashëgimin duke sjellë në vëmendje vlerat dhe pasuritë e kësaj treve. I pranishëm në aktivitet edhe kryeministri Edi Rama. Në fshatin Vajzë të Selenicës është zhvilluar edicioni 4 i Vajza Fest, një aktivitet që tashmë është kthyer në një traditë të bukur dhe të rëndësishme për zonën, një fest që bashkon traditën, kulturën, artin, sportin dhe trashëgimin, duke sjellë në vëmendje vlerat dhe pasuritë e kësaj treve. I pranishëm në këtë aktivitet edhe kryeministri Edi Rama. Ti zhvishitim, fshati Vajzë, hane, fshat që s'pas ka një të dytë në këtë Mavriallane. Ti gjëjë lullet e shpirti, ku ti gjëjë lullet të gjënua. Mos janë ka pak të syrit, apo malit kur vije, dridhe e moje syze za, dridhe moj, o dridhe moj shamin e jeshile. Malit kur vije, dridhe moj syze za ime. Bidis gryka shkon në një lumë, malet si kalatërin, bishkon bënjen bira thunë, rritet bardhe trondelina. Nga mbrapa edhe një këmishme zamtel. S'bën as pak pishman kur thot me zë të lartë. Kush është më e zonja, burrin le ta mban. Po mos kujtoni se mbaron këtu meseleja se një tjetër grua godet si Rufeja. Është dallandyshe Gunga, që rrije buzqesh, hedh një gur në lumë dhe meselen e bën përshesh. Vajza Fest është një mundësi e veçantë për të promovuar historinë, zakonet dhe traditat vendase, por dhe për të krijuar një hapësirë ku komuniteti, të rinjt, artistët dhe banorët e zonës bëhen bashkë në një atmosferë festive. Në fjalën e tij, kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, vlerësoi aktivitetin duke theksuar rëndësinë e trashëgimit të vlerave të kësaj zone, një traditë që do të vijojë. Dhe është viti 4, ashtu fillua, dal nga dal, pak nga pak, si një fest fshati lokale, por për vitin e 4 si vjet, kjo fest nuk është më fest lokale, por është fest kombëtare, sepse brenda saj ajo ka art, ka kulturë, ka traditë, ka trashëgimi kulturore, natyrore, e si ta duam ne, sepse vajza dhe labëria kanë një pasuri të jashtëzakonshme. Pasuri të jashtëzakonshme në natyrë. Këtu lart është vendi mirë, është Amantja, është ujëvarja e Rasalit, është ura e Bratit. Kryeministër në fund kemi nxjerrë dhe ujë deti këtu, kështu që në Vërmik dhe në Bashaj kemi dhe ujë të kripur. Po këto na i ka falë natyra, dhe ashtu si labëria e ka famë madhe historinë, ne si bashki dhe si komunitet këtu jemi munduar që për të 4 vitet, ashtu si që ka famë madhe labëria, famë madhe ta bëjmë edhe bashkinë tonë në aspektin turistik, duke e çuar bashkinë në një nivel tjetër të zhvillimit
të turizmit malor, lumor, kulturor. Kryeministri Edi Rama ju bashkua festës dhe aktiviteteve të zhvilluara në kuadër të këtij edicioni, duke mos kursyer dhe batutat me të pranishmit, ndërsa ka përshëndetur. Mirëmbrëma të gjithëve. Për mua është pa pritur, sepse nuk isha i lajmëruar që duhet të thosha ndonjë gjë, po do mundohem të mbijetoj. Dhe në radhë parë duhet të falenderoj Sokolin, i cili më dërgoi ftesën për të katërt vit rresht, dhe këtë herë nuk refuzova. 4 vjet janë mjaft për të pasur besim që ideja funksionon, kështu që besoj që është radha e dur për të ardhur dhe për të dëshmuar së bashku me tjerët suksesin e një ideje të lindur 4 vjet më parë. Përmes muzikës, artit, aktiviteteve sportive dhe elementve të trashëgimisë kulturore, Vajza Fest dëshmon se tradita mund të ruhet, të përcillet ndër breza dhe njëkohësisht të marrë jetë në forma të reja. Një fest që jo vetëm gjallëron zonën, por dhe forcon lidhjen e komunitetit me identitetin, historinë dhe kulturën e tij, ndërsa do të vijojë edhe për 2 net të tjera. Rrezikuan të mbyteshin në det pas përkeqësimit të motit, policia ju shkon në ndihmë 3 personave në Palas. 3 shtetas kishin dalë në det me kanoe kur në situatë të vështirë në det, u shpëtuan nga efektiv të policisë kufitare. Rrezikuan të mbyteshin në det, policia kufitare shpëton 3 shtetase në Palas. 3 shtetase që kishin dalë në det me kanoe në zonën e Palasës janë shpëtuar nga policia kufitare dhe njësia policore detare, pasi përkeqësimi i motit dhe kushtet e vështira në det i vunë në rrezik. Gjatë patrullimit në këtë sektor, shërbimet e policisë kufitare dhe njësisë policore detare konstatuan 3 shtetaset në det, duke ndërhyrë menjëherë për t'u ardhur në ndihmë. Fal ndërhyrjes në kohë ato u nxorën në breg pa rrezik për jetën. 3 shtetaset janë dërguar në gjendje të mirë shëndetësore dhe falenderuar më pas punonjësit e policisë për ndihmën e dhënë. Policia kufitare dhe njësia policore detare u bin apel pushuesve dhe përdoruesve të mjeteve lundruese të tregojnë kujdes të shtuar, të marrin në konsiderat kushtet atmosferike dhe detare dhe të shmangin daljen në det kur ato paraqesin rrezik për sigurinë e tyre. Federata Shqiptare e Futbollit ka hedhur shortin për sezonin 2026-2027 në kategorinë e parë, ku Flamurtari dhe Oriku do ta nisin kampionatin në transfert, përkatësisht ndaj Besës në Kavaj dhe Korabit në Peshkopi. Derbi mes 2 skuadrave vlonjate do të zhvillohet në javën e 6 në fushën sportive të Orikumit. Kategoria e parë njeh shortin për sezonin e ri futbollistik. Flamurtari dhe Oriku sezonin e ri e nisin në transfer. Kështu Federata Shqiptare e Futbollit ka hedhur shortin për sezonin e ri futbollistik 2026-2027 në kategorinë e parë, e cila do të startojë zyrtarisht më 5 shtator. Këtë sezon në kategorinë e parë do të garojnë dhe 2 skuadrat vlonjate, Flamurtari dhe Oriku. Flamurtari rikthehet në kategorinë e parë duke rënë një kategori më poshtë pas vetëm një sezoni në elitën e futbollit shqiptar, ndërsa Oriku ngjitet në kategorinë e parë pas 2 sezonesh mungesë. Sipas shortit të hedhur të dyja skuadrat do ta nisin sezonin në transfer. Flamurtari do të udhëtojë drejt Kavajës, ku do të përballet me Besën, ndërsa Oriku do të luajë në Peshkopi përballë Korabit. Ndërkohë derbi mes Orikut dhe Flamurtari do të zhvillohet në javën e 6 në fushën sportive të Orikumit. Kampionati i kategorisë së parë pritet të mbyllet në muajin maj. Në këtë kategori do të garojnë 12 ekipet dhe konkurenca pritet të jetë mjaft e fortë me skuadrat që do të luftojnë për objektivat e tyre gjatë gjithë sezonit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.